Ky podcast është vetëm për të rritur. Kisha shkuar për çfarë lloj gjëje vetëm jo për të gjetë burr. Po do t'i që gjeta burr. Kur bëjnë femra kështu, kisha shkuar për çdo lloj gjë për zotin, unë shoh asnjë palestë. Është një se kur thotë dy burrë gjatë se shkuna nuk do të bëjmë më marrëdhënie seksuale. Pse? Edhe do të mirë më rregull problemi më. Pa problem, jo të bëjmë Problem fare. Unë atë më fal kur kërkoj të. Striusaja shka raf pika nuk e harroj. Striusaj, unë kështu hapi kam. Bravo, pika nuk e harroj. Ese dhe brutal fare, po shtriu hapi topë. Si arë, si kirurgëm. Shtriu hapi topë. Një dëgjuesi podcastit tonë është kirurg, të la operacionin e zemrës për gjysmë për të dëgjuar podcastin si sapo doli. Ne nuk sugjerojmë askënd që të rrezikoj kaq shumë jetë, por në fundit kush jemi ne t'ju tregojmë çfarë të bëni. Ti je zoti vetes. Dëgjoj podcast. Alo, Lucifer kam një pyetje. Sa shpejt kam një pyetje. Po si jeni më herë? Pa jeni mirë si vetim. Jemi në podcastin Alo kam një pyetje. Përndjet për mbështetjen gjithë juve që na ndiqni, shpërndani miqtë tuaj, na ndiqni në Instagram. Në Instagram nuk kemi faqe memesh, kështu që mos u kapni shumë, mos rini aty vetëm për të parë ato budalliqe që postojmë story, ato budalliqe, kështu që poston profetin. po, normal. Kam dorë. Në gjithë ka si lloj dorë në këtë mes. Dy kom për i kokë. Digombri koki janë kredi, apo jo. Kredi normal. Sot kemi disa video për të komentuar, Lucifer, që më dolën para. Është e çuditshme se si për 3 milion banor ka kaq shumë informacion dhe material për ditë, ku unë postoj në story dhe gjithashtu kam edhe për material. Edhe nuk marrojnë, ëh, nuk marrojnë në plak. Domethënë, edhe të mendosh që duket sikur unë jam gjithkohon në internet në postime që bëj, kam një dritar shumë të vogël të kohës time ku futem dhe merrem me këtë punë. Imagjino se sa shumë informacion ka. Kemi që kafe Lori Kafe. Lori Kafe. Shtet programi Lori Kafe, do të bëjmë super reklamë për zotin. E përshëndesim Lori Kafe që mundson Po ama kafe, ne të bëjmë gjitha kafet. Sot është reklam falas për gjitha kafet. Edhe Ilin, Kimbon. Edhe Ilin, po, Kimbon. Kimbon Lavaca, që ka tjetër në një mirë. Atë që Pascucci. Lavaca, Pascucci, Segafredo. Segafredo Segafredo. Da bere in tazza. Nëse. Pyetja për sot ishte. Mos harroni ta mbështesni Patreon do. Mos harroni sepse realisht mbështetja më e madhe është për gjithë ju që na mbështesni në Patreon dhe që mundsoni këtë podcast. Ky podcast merr një sasi shumë të madhe të kohës nga jeta jonë dhe nuk është e thjeshtë, them drejtën. Duket sikur është e thjeshtë sepse ne postojmë shpesh, po nuk është e thjeshtë. Po të mendoni që vetëm një jetë kemi, ëh? Po, edhe kjo, ëh. Kemi vetëm një jetë. Më tepër që ti meriton të kesh buzëqeshje në fytyrën tënde një herë në kaq, jeta është e vështirë, podcasti jonë është thjesht një armë për të kaluar ditën. Po, nuk është i vështirë, është për të froluar problemet e javës. Po, në fund të ditës nuk janë asgjë. Po ditës problemet tuaja janë tuaja. Po edhe euro ka rënë, unë kam bërë 5 euro, euro ka rënë i bie që nëse. Ndonjëherë. 5000 lekë burr. 5000 lekë. 5000 lekë të kejere. Po 5000 lekë të kejere, 5000 lekë, domethënë 2500 profeti, edhe 2500 Luçi. Luçi ka cigaret, por veti pagun ka. Po ne spim cigare apo Po le mos thuj pata që tani bie që tjetri thotë pse do paguajmë pra 5 euro thotë kur ti spiket cigare. Po më filloi unë plak. Ata pi çaj. Po ç'kem burr, ose vetëm mendi. E gjim zgjedhjen. Nëse, çfarë të them. Nëse, video e parë që doja më nxjerr pra e para herë që po bëhen zgjedhjet në Shqipëri, Edi Rama hyn për një mandat të 4 apo 5. Ku jeni? Të 6 duket e ka. 6-4-24 po. Ka. Po më vërtet kam. Vërtet? Je për 10 ndalje, ve gjithë lekët ke 10-a. Po 5 rolet. Dgjoj. Berisha është kthyer politikës, Plago Basha gjithashtu, Plago është kthyer fuqishëm dhe kanë dalë partitë vogla si Arlin Qorri, Endri Shabani, Agron Shehaj dhe Adriatik Llapa. Si bëhet Po, më është fije, vdesrat e bytën që ka ke mjeka. Nëse. Çfarë po thot Adriatik Llapaj? Janë gjithë thot. Tani unë kisha një video të Agron Shehaj, në fakt që po thoshte për televizion shqiptar. Nuk ka lidhje me Agron Shehaj fare, po thjesht ishte një video plak që po thoshte, unë nuk e dija kjo është e vërtetë, në fakt në komente më shkruajnë që nuk është e vërtetë, po ky thot që
ky do që të uli atë sasinë e lekëve që i jepet radio televizioni shqiptar nga taksa paguesit. E di sa lekë merr radio televizioni shqiptar në bazë të këtij të paktën? Po, mendova se mas gjithë kësaj paranteze do thoya le të dëgjojmë një barcelet të Frederik Ndocit. Duke sikur s'kishte lidhje fare, gon shej. Ka lidhje po sa lek bën në televizionin shqiptar këtë? Sa lek merr? Merr sipas ti 30 milionë euro në vit. Oh. Beleon. Me leon. 30 milion. Ky do ta bëj 5 milion, po nëse 30 milion. Dikush më shkruajti në story plagoj që më tha marrin diku ke 11 milion. Po dha 11 milion nuk duken. Hë? Apo Peter Pyetha për një shtet si RTS-ja. Po, kush kanë gjithë lekë më? Po për radio televizion shqiptar plagoj, domethënë publik merr 30 milion. 30 milion euro plagoj. Ka 60 vjet që s'bën një emision. Në fakt se duket sikur do të xhirojnë ato lekë, do ndiku po nesër. Çfarë bën? Në fakt jam interesuar plagoj çik dhe kam vënë re që me sa duket, radio televizion shqiptar tani pas ka filluar, ka hapur një rubrikë të ndryshëm, domethënë online, është hapur në mënyrë digjitale dhe realisht ka emisione pa çka se nuk ndiqet shumë, ka emisione deri diku edukative. Me sa po thon njerëz që ishin kundra agronit për shembull që donte me edukative. O plak, s'është puna sa edukative janë, puna është kush ka lekët. Se emisione edukative mund bëhet Top Channel, po s'prodhon as i lloj leku. Kështu që duhet futet një Big Brother i fuqishëm edhe po si Big Brother më shumë ta bëjmë tek RTS, sa që skandalet i marrin shteti direkt. Po fix, edhe në këtë mënyrë kur paguajmë me plagë për shembull online, paguajmë shumë për votuesin, të paktën i marrim lekët në mbrapsht taksa paguesit, apo si vi. Nuk të ishte keq fakt. Po si edhe Gerda Gexhari ti ka punuar apo jo? Ha? Po pra po e morën Gerdën. Ja kanë dhënë shumë figura të televizionit shqiptar, mos e shihë ashtu. Mos e shihë ashtu si shtremë, kështu si. Kemi një video. Mirë, çfarë thot? Që shkon për afërsisht 5.000 euro. Qara, ky është ai tipi plagë që ka një dyqan që shet rroba super shtrejtë, këto një kombinim që shkon rreth 5.000 euro, dhe është veshur thjesht me xhinse me një bluzë të zezë, edhe një për atletë të zezë, ka vënë ato çanta që mbajnë tamponat çunat shqiptar. Kombinimi bën mirë të shërojë në 5.000 euro plagë. 5.000, pse është 5.000 euro? Pse di kot? Kemi këtë bluzë super fine nga Dolce Gabbana. 2.500 euro. Po shëron në materiali leoçemin duket, e kupton? Se kanë ai shkencë brenda në teknologjisë s'ka mundsi. Nuk të irriton lëkurën, po mua si bluzë më irriton lëkurën. A ose irritoka, ë? Vishë lesh. Po çmimi irriton, po çmimi po. Atëherë jemi në rregull. Pra. Eci. Gjitha në pambuk me logo. Gjitha në pambuk. Ka bluzë pambuk $10, $5. Po. Gjitha në pambuk. Çfarë thumë? Po ti bish nga Kina plako me $10 ta sjellë kinezi vetë. Silla i plako dhe thot si e do. E hapë bën me çepë të syrit ndat. Do më shit 100% pambuk. Çfarë thu? 100% pambuk. Pa nuk kishin ai kashmir apo pambuk. Jo, janë 100% pambuk. Në Remi Malifte në Kraharor, kryesisht e pastër dhe mund ta shikoni edhe vetë sa bukur rrin në trup. Rri njësoj si çdo bluzë tjetër. Si në trup. Rri njësoj si. Të tregon barkun kur e ke, tregon ciset kur i ke. Çdo gjë por tregon muskujt kur i ke. Kur si ke si tregon. Si ri. Ja, është gjë tjetër. Nice. Kombinuar me çantën nga Lobutin, një çantë lëkure me detajet e kuqe klasike të Lobutinit dhe logon poshtë. Kryesisht e zezë dhe ke rripi me detajet të kuqe. Stil Messenger, shumë praktik. Stil Messenger. Po ky ti e përpe se ç'është shef. Se s'bën sens për shembull një atelier i mirë apo një dëgjon çfarë që merret me këtë punë, fillon shpjegon gjëra që nuk i shef syri normal. Nuk mund të shpjegosh ti bua, si detajet e kuqe këtu, rripin e kuq, o dago e shoh ato. Çka kanë një gjë tjetër që nuk shoh. Po nuk duket rripi i kuq, se po ta kthesh në krau tjetër është i zi. Gjë rripin e kuq. Po, gjë. Dhe komode që mund të mbahet dhe në dorë duke e hequr rripin. Ne kemi kombinuar me këto xhinse di square, një model i pastër, i thjesht, prerje. Modeli xhinse gri me çigon të bardha kaq, ëh. Një xhinse që me dy rrima të vogla. Mund të gjesh me $20. Po mund të gjesh, po të mos i gjesh. Domethënë nëse hapet, nëse hapet dengu, po në momenti mund t'i kapësh deri 10. Tjera, se varet që qëllon dhe dengu, si dine, kush jemi ne të e bugra e kësaj veshjes është që në fund vjen, nëse e blen domethënë, të vjen me një letër që t'japin dhe makinë, jo, është ka një varse që mban qaf kur del,
me të veshjen Është 5000 qejtë si qytetit. Po, Qytetar edhe shkruan, model. po, shkruan për palla Një kari. ballkani më shumë. Po, një ballkani më shumë. Tash Qartë, një qartë. gocë e ftuar plago diku na tregon një histori tjetër. Unë dhe Fatoni jemi njoftë totalisht rastësisht në palestër. Platoni? Fatone, Vanessa. Okej, nuk ka rëndësi emri i djalëzit. Për mua ka rëndësi se tregon shumë. As emri i kësaj. Ku unë kisha shkuar për çfarë lloj gjëje vetëm jo për të gjetë burr. Po do t'i që gjeta burr. Kur bëjnë femra kështu, kisha shkuar për çdo lloj gjë për zotin, unë shoh asnjë në palestër. Edhe pa pritur përfundon e martuar. Kjo më vërtet nuk kishe shku për burr, por ai kishe shku për pidh. Po pra ndodhi kjo mendoj për plasë vetëm. se kur Pa ai një ishte ardhur për plas, unë s'doja më përplas njëri, por përplas ai. Në çajin e parë që ne kemi pirë, se Fatoni është Dibran dhe të pirit çaj është Ja me të detajet e panevojshme fare. Dhe në çajin e parë që kemi pirë, që sepse na tregonte fare që pinte çaj, mund të thosh në herën e parë që dolëm, sepse ai është Dibran dhe çajin e kanë tradit. E kanë Indianët e kinezët e kanë çajin dhe edhe britanikët gjithashtu dhe Dibran. Edhe Dibran, po, edhe Dibran. Ju përshëndesim që janë duke dëgjuar tani podcastin me një çaj në dorë. Po. Të lezetshëm, ngrohtë. Kujdes se mos ju djeg se shumë i nxehtë çaji, është shumë i nxehtë nice. pjesë e traditës. Më ka bërë 3 pyetje. Një prej tyre ishte Ma ka me kjo 3 pyetje ka bëj plak, as i pyetje tjetër 3. E futi në klub direkt. Pyetja e parë, sa vjeç je? Pyetja e dytë, unë bëra gati e lezetshme për ty se. Po. I qef, nëse do ishte i tren kode i bëj pyetje kështu nga këto dilemat sociale. Është i tren që po kalon, është i person që po vdes edhe në kadër. Me 500 orë. Ka 50 banor, treni me në vajina banor. Nuk ka pasë gjë, ka banor. Është tren për këto pas treja apo. Banor. Është tren shtëpi. Shtëpi tren quhen. Shtëpi tren. Nice, jo. sa kalamaj mendon ti që është mirë të ketë një çift? Ky ka bë pyetje parë, Blaqi ka bë se anu duke pi çajin. Se si vëllim që të morësh pyetja parë një. Po, pyetja parë që të morësh, pyetja dytë. Pyetja dytë, po që s'është pyetja është se i ka mund këto, mos bëjmë sherrri. Këto i ka mund edhe treta më rëndësishme. Sa kalamoj bën një çift. Sa herë do që ngelesh sa xhan. Po. Tani e forta plago është sa mendoni, ka thonë kjo ose 4. 4? Shifra filmave është zakonisht ose 2 o 4, po 4 është nga ato që mendojnë një familje të madhe me qenë dhe me borr në shtëpia private, po mos ka rëndë. Edhe unë i them, shiko, unë kam një porosi kështu lënë për së gjalli nga i madh që më ka thënë. Babai kësaj ka lënë një porosi. Çfarë porosi mund të ketë lënë babai? Për së gjalli apo s'ka lënë? Për së gjalli, s'kishte vdekur akoma. Se kuptoj si mund të lesh porosin për së vdekur. Po lë me letër bla, ikëm vdesje lë me letër. Bravo, s'm kishe shku me një. Marikan. Çfarë porosi e beson ti ka lënë babai kësaj? Shumë fëmijë. Sa shumë fëmijë, po 15. Mund të jetë. Bab, kalamaja dhe pare sa të kesh fuqi me bë puno. Don shumë punë që ti bësh, po bëhen. Ka, këto diçka që këshilli ka dhënë babi gocës. Kalamoj dhe pare, është gjëja sa të kesh fuqi dau, jepi, gyp. Bab puno sa ke mundësi, po mos harro që duhet bësh dhe fëmijë. Po pa fund fëmijë. Nuk ka rëndësi se dalin budallësh. Këshilla jetësore. Nuk ka rëndësi më burse. Nuk ka rëndësi se ke kohë me humor me të gjithë, nuk ka rëndësi se ke kohë të rrisësh. S'është puna ke rëndësia, s'është puna atë, nuk ka puna atë. Poj. Nuk e di plago, po mendoj që procesi i lindjes është një proces që merr kaq shumë nga një femër plago dhe e zauron komplet. E të çon që vetëm pjell. Merr. Nuk e di. Edhe jep. Bab një fëmijë. Sa e bukur që është. Nëse s'ka dhënë akoma përgjigje. Unë shiko 5 më duket numër i mirë. Po sikur të them 6. Pra kjo i thot ti tipit që e pyeti. Babi më kalon një amanet i thot bëj sa më shumë. Edhe unë them thot kjo 5 është numër i mirë. Edhe ky i thot po sikur të them 6. Ai e kishte X + 1 gjithmonë. Me vjerin, po X + 1 fix. Kesh nuk donte merr dakord që shiko se unë jam burri i shtëpisë, nuk është më baba jot. Bravo. Edhe kjo për shembull, plago aty se ky mund të lëmi gocë se unë më thonte një fëmijë besoj mjafton ti thosh se po sigur them 2. Po sigur them 6, ky vazhdova. Parulla 6. Okej, dagë gjithë, po tash 1, shto 1.
Pse 6? Po ja 6 fëmijë, 2 ne 8, 2 prindit e mi, 10, 2 tu, Po 12. si pillson me plak se kështu e bëni për vete. Pse 6 edhe po pse 1? Po, Edhe aty patëm atë diskutimin ose aty janë dashuri. sherrin ton të parë, burrë dhe aty kuptuam që të kundërt e tërhiqëm. Po. S'po sikur të them 6, ti them unë shikoj, nuk them jo dhe për 6, po negociat Po sikur të them 7, megjithëse jo për 6. Po them drejtën ta plotësoj që dëshirën e babës time me 5, lutem. Ha? Jo, kjo do Ndërkohë ka akoma pa unë. jo për 6. Ky po mundoj të djeg ku thotë jo ajo plako. Ky do me unda. Edhe ky thotë po 7. Po nuk them jo as për 7. Po 8, ajo 8 se i shifra tash se unë zori 8 vjet duke rritë. Po 9. Vllajot. Gomaj da vëndi sa ky. Ishi i papjekur për moshën, po kishte qef shumë fëmijë dhe ishi dashuruar që na kena parë. Po, drejt. Po, marronte. Nisa, ha? pesa dhe unë dhe fat Nisa. Interesante, ha? Shumë interesant, dhe mua shumë pëlqen plako që takimet e para të bëhem letra të hapa në tavolinë. Po. Sa fëmijë do? I 5 sekond vjet. uli vija shiva rrobë. Të vi kapi. Jo se më bëre swipe aty në Tinder edhe erdha shumë i vrap edhe. Po, më si zuri. kisha pyetjet gati nisi. Gjose ka folë dhe Ahmet Kalar për këtë punë. Kam një fëmijë dhe jam duke pritur. Kam një fëmijë dhe jam duke e pritur, mashallah. Mashallah. Mashallah, zoti ta dhon me shtet. Po, vazhdo. Ka dhe si Mirë, po gruaja po më thotë nuk du më pas këtij fëmijë tjetër, sepse është trupi im dhe unë vendos për trupin tim. Oh. Jo, ju jeni të dy bashkë. Trupin Bravo, sekond. Që ka vetëm trupi jot ai? Po. Ku ajo fjala e urtë kineze që ne kemi njëri tjetrin dhe plotësojmë njëri tjetrin? Ha? Ku iku? Pra ku iku? Ku iku pra se ti për ne ke i vrim që futet ajo cilindri edhe po është tamam si një puzzle, kështu çak. Ne kupton kur bën çak? Kapet. Kave, s'ka marrë se do t'japi, do t'japi goditje kë. Do t'japi goditje. sa si e martu. U martove. Trupin tate kishe derisa si e martu. Oh! Wow. Martove plako, nuk ka E ndave, terci po, fucking bre. mërci. E ndave trupin gjys. E ka burri tani. Gjë si të ndëshkoj. Tani është trupi jot dhe trupi i burrit. Është një se kur thotë ty burrit gjatë, disi është puna, nuk do të bëjmë më marrëdhënie seksuale. Pse? Edhe thot mirë në rregull, problemi më. Pa problem, pa bjellët më Pa problem fare. Unë atë në fakt po kërkoj të di. Për zotin, unë dua qetësinë time, të vam trupin tim. Nuk dua që të bëj marrëdhënie seksuale kur nuk dua, po burri do gjithë kohë. Çfarë ti bëj? Trupi im në trupin tënd. Gjë. Se harxhoj energji, është trupi. Çfarë do të thosh ti burrit, nëse burri do të thotë aty gjatë, ky është trupi im, nuk do të harxhoj më energji. Filloi agjëra e gru, Zoti ta lehtësoft. Agjëra ditë natë, se në këtë rast i bjerë me agjëru ditë natë. Këtë se ku femra ka shumë problem këto. Shumë Burri do të vjen në një folje në fjali e burrë se s'po marrin vesh se çfarë do të thon. Po sikur të themi që s'du me harxhu energji. Po, ka fjalë për seksin e zon. Po, marrën vesh, i sekondani. Ja, po është haku im, edhe këtu është haku i jot, edhe haku i burrit. Që punë nuk zgjedhet kështu, po zgjedhet me normalisht me mirë kuptim. Nëse gruaja është e smur, është e lodhur, ka shit. Vetëm e smur dhe e lodhur. Është e smur. Dhe lodhur nga trupi. Është e smur. Po. Prit se duhet respektuar në atë moment apo jo? Kur është e lodhur për shembull respektoje. Po, i thu për shembull këto hapçë dhe flik gjum. Unë bravo, s'ke si thua që shiko ti s'ke nevojë fare të lodhesh, se bëj gjitha unë. Dhe më hapesh i këmbës se sigurisht burrin e mençur aq funksionon. Edhe mos i hap shumë burr, i çike burr, aq. I çik fare, blesërisht ke mos i hap. Ai fam. Hop, aq. Ajo. Edhe ajo, ai thot, çfarë më smar, edhe s'ka gjë se erdha, këtu vetëm shkop shiu lao kur të mundesh. Edhe. Kështu është jeta. Si me ka probleme, burri do të marrë në konsiderat. Lindjet e shpeshta e lodhin gruan, është e vërtet. Po atë një pritje 2 vjet, çfarë problemi ka? Se u prit 2 vjet. Pse s'është kush më bë fëmijë vit për vit o burr? Pritet i vit, pritet 2 vjet, pritet edhe 3 vjet ndonjëherë, s'ka. Edhe 3 vjet në herë. Po 4 spritet se i qitë tash po çfarë po. Po këtë ky që e ka shklyt gruan për 13 fëmijë. Ka po 13 kalamoj. Po gruan e lodhin lindjet thot. Është e vërtet. Po çfarë? Je ke qitë shkuar komplet gruzë burr.
Ke bosi lavatrice me rroba. Edhe ky që thotë gruaja ime gjys rrugë 3 metra ka po. 3 metra ka po, mund t'japë më shumë. Normale gjys rrugësh ka dha kohë Po, 3 metra tjerë. Pak në 3 metra, klasi më se. 3 metra, ai sa ma shtëpia se gruaja më. Po s'ma shtëpia. S'ke leje, jo. Si apo, okay. Gruaja aty, makineta. Gjë. Problem. Çfarë problemi ka? A mos e thot gruaja kaq, edhe unë s'du më se di vetë se çfarë bëj, thot burri dakord. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. S'ka të thot ajetin numër 2 të surës An-Nisa. Është edhe Kush është ajeti i surës An-Nisa? Banes, nuk është se ka shumë rëndësi, unë ka rëndësi se sa. Ta them kush është. E gjen dot. Në gjuhën e dytë ai, shive. Më maskara. Pastaj shamë lot. Pastaj qamë lot. Si e mori dytën? E mori pra se ti thos bëj më, kam trupin tim. Edhe ai thotë unë kam trupin tim. S'nat po unë kam trupin tim, ti ke trupin tënd. Po, më fal. Jemi martu, burrë grup. Po si që ka kjo më bete plaka, se duket si kur gruaja mund të ketë nevoja më shumë se sa burri. E thotë, ama do më japash ti se ndryshe, kam trupin tim, unë iki shkoj shkërdheje me tjetrin. Po, flej me tjetrin. Hajde pra, 3 herë, 4 herë, burri ndërkohë plaka lodhet gjithë ditën vjen nga puna, edhe do të presi gruan që do 4 herë në ditë. I se kam dhe burr. Po pra, edhe problemi është, më pëlqen që burrat gjithmonë kanë një opsion, më pëlqen për ne, më pëlqen Islami, plaka do të jem s'bën, sa do të po të bëj musliman, sepse është e mirë plaka, për shkak gruaja thotë s'do të bëj kalamoj, s'ka problem, në shpirt tak si do në dytë. Knega perëndime është vërtet me maj 2 gra, por domethënë ligjërisht është vërtet me maj dhe 1. Është e pamundur. Ore, edhe me maj të dashur është vërtet po ta menosh. Po drejt. Nëse fillon kërkesa plaka pse s'jam unë greu dhe i kanë rrit kartë. Po pse herë do flesh me mua, atëherë me gruan ç'është ky muhabet. Vjen këto muhabet. Po kush jam unë për ty? Sigurisht ti më mos, akoma se ke marrë vesh vetin datë. Si, shara bla. Grandiozi. Nice. Po pra. Grandiozi. Kot. Grandiozi. Lozi. Kjo pun ka edhe efekt ansore. Efekt ansore, besoj sigurisht jam. Kam shije që për vakon. Merë tjetën. Tani është i rast plako në një televizion. Kanë marrë ropë. Kush është ai Ronaldo Sharka? Ka shit lopën. Jo. I ka shit lopën. Dikujt plako ka pasi problem. Ka ndodhur me ditorin të cilët kanë shkuar për të blerë një lopë. Mirë, por në momenti që e kanë blerë lopën, zotëria i ka premtuar për qumësh, që lopa kishte mbi 30 litra në ditë qumësh. Mirë, por zotëria e morët dhe panë që lopa ishte me qumshin e premtuar, por punë re që lopa nuk shihte. Dhe zotëria çfarë bën? I thanë se vend të themi ishte verbëra? Nuk shifte lopa. Tek njëri ty ishte i verbër. Po pse? Apo Qa pyetje bo. Ai thot i shiti ky tha i premtoi një lop plako me 30 litra qumësht, ata e blen, pastaj kur e pani që lopa nuk shifte nga syt. Edhe i thot ky nga njëri sy. Edhe ky e pyet Aldo. Po pse? Ka lidhje ka, nuk shef nga njëri. Pse nuk shifte, çka kishte shkreta? Dhe që është kjo muzikë triumfuese, nuk e kuptoj varvari. Po pse s'ke dëgju atë që ka shit çai thot. Për këtë vajtën që pyesin zotrin, edhe zotria i tha që unë lopën nuk e udhash me ka për syrin, po e udhash për qumshtin, sepse nuk e udhash lopën për të lexuar gazeta. Nuk e udhash lopën për të lexuar gazeta. Unë lë të bëj qumësh, tash do bëj 30 litra po, çfarë problemi ka? Jo, po kam qejf që. Po jo shore nga ai. Kam qejf që kur jap ngojt të shohin sy. Unë duhet të njoh. Pikërisht, bëj musa herë që i dalë ball. Duaj edhe kontakte. Vetëm atë gjë vetëm rri bon 30 litra qumër si budallaj. Po ne e bën 60. Kur shef fare, do kur i qiro. Se kujton se si shef mirë numrat tabeli, them ke bëu 20, e thotë pas ka vëllai. Prodhim pa parë në moment, nuk e di. E do? Jo, nuk e du se. Ai ka që lopqore. Ke vetë kur e ke shpreh lopqore? Po, më lopqore, po fiks. Ziku shkon. Lopqore. Nëse dëgjoj tani historinë e kiçës plako. Unë them hajde ne, jo shkon tani. Jo, nuk është shurtë. Po jo, bën me gjese ne. Duke ul avionin.
E thot Kiçe plako se si ka unë Virgjëri. Diti si ka unë Virgjërin Kiç? Nëse do ta dish, plaka më rastis me Kiçën në një ku kemi qenë? Dyqan Vodafone kur kam qenë në Tiranë. Edhe më ka futit pa me Kiçe plaka, kështu sikur. Do të kishim një lloj kimie me Kiç. Vazhdo. Ajde me Kiçe, pas rastin me ta kulë çiferin se. Zinte e shketa kushishon. Vetëm dëgjonte podcastin si e marr. Keti, striu thaj, ja kështu ka që mraft, pika nuk e harroj. Striu thaj, unë kështu, hapi kam. Mraf pika nuk e harroj. Nëse re brutal fare, shtriu hapi këmbët. Qarë, si kirurgëm. Shtriu hapi këmbët. Hapi këmbët. Ai ishte intelektuale, por filozof dhe kirurg. Pa të dhimbje më thuaj. Rafit mbiq në 20, shkaktojnë dëme të pari këmbët. Këmbë, po, me tuta veshur. Shtriu thaj. U shtrita unë të sendilja, ku kam kapte. Sendil. Nuk është se It's My Home ka qenë, e vëtëm. Ikone It's My Home. Më ka pe këtu koka denja, dashe të tre. Ka më të këshu. Jo, ashtu tha, hiqi roba, tha. Tha shukam turp. Po thash, ajde ta bëjmë shpejt në thash, pëse unë kam turp, u zhvisha më në thashën. Jo, i thash, jo me pa prekur, thash, u këte fjale dia. Mirë, tha, pëhetha. Mirë më zhvishu. Kësh mori me ndjen mua, i ma impulse mu me lapun. Së burët që janë kështu më kuptus. Mirë, po iqe, se së bëjmë asë i gjë. Okej, e qartë. E qartë se ku shku më beti. Jo, mirë dhe po rrim, mua bet po bëjmë iqi. Përfundon me nej orgazm. Ja, s'kishte era partë. E po mirë. Thaj, lëvizje qik me dorë. Qa ti bërë, thashun? Lëvizje qik me dorë, thaj. Mirë, thashun. Kështu. Edhe unë fillova kështu. Jo, kështu, thaj, kështu. Thasho, se di thashun se... Ke filloj duke, e i thashe lëvizje qik me dorë, ke lëvizje e majta të djavë. Si joystick. Si. Jo, shu thaj. Ke sikur për vizje kitara, se dring, o, që e të bërë? Jo, shu i thaj, kështu. Kjo shkar. Ok, lide va. Kjo shkikar. Kjo shkitar. Po kjo që është, sendili, thaj. Po kjo tapiceria. Po kjo që është timoni. Po kjo marshi, jo kjo kari. Edhe jërë ka e parë. Ok, edhe jërë. Auto shkolla. Auto shkolla dë fridi. E kështë e hype instruktori. Marshi, jo kjo karmarshi. Kjo është karmarshi. Futi i ndjetër. Ok, në rregull. Po provimin do ta marrun? Besoj mund ta marrësh provimin, varet. Do ta marrësh. Do ta marrësh. Provimin, ke për ta marrësh. Çe gallate. Do ta marrësh ndjetër. Nëse, jo. Më isha dobët fare, moj 2 kile robë, s'di e fare që përbëja. E mo që i tutat, mo që i blusa, nuk isha tur, për di është se të mjetë, është e bëjnë i pordhën këtu, thashon, me vetën tima, Turpin e kishtë me pordhë dhe gëmënisht. Jo, ishte fëtodë. Ajo dhe, i tha instruktori edhe shkodë, si shumë pordhë paske, tha, se ke vetëm lëshon të përë. Aje i bërë sigur si digjon të se dhe në punë prishtë në momentin. Është një momenti ku e shtrëmon dhe ftyrën nga era, po vazhdon dhe punë. Njësë. Të merë. Luft. Luft besha bëllat, shka koma. Filloj aty, atë moment s'po e tregoj se ka qenë. Më së tregoj. S'po e tregoj dhe më marrë video. Ok, e marroj. Vesha tuta di kanë shpi. Ok, në rregull. Si është jeta profeta, ku je i virgjë, ku je i qëpum. Shjeta që nga shkërden gjithë një shret që ka dhe në i Ozbiliku. Tani Ozbiliku plako kishte reaguar mas daljes sepse është akuzuar që ka shkuar aty tek Big Brother për taku Eglin vetëm për të mbyllur gjyqin me Top Channel. Po, për atë e ka thënë edhe ai analisti Holsa Bazi. Analisti. Qa. Nëse,
Tani bëni histori, ky kështu i bën story, ti bëni fshin pastaj whatever bëni se. Kjo ishte ajo loja në thonjza loja që ju ofrohet si lojë nga televizioni që juaj shumë e doni. Domethënë prap tu se nuk të pëlqen, duhet të thonë ata nuk është se bëni. Nuk do ta heqim atë, po, pa din. Aty shifemi në gjyq. Ose nëse do ta heqësh, hajde ke zonja, çka kanë këto në një aty, në gjyq apo është karditja i karnis, te zonja Eni. Edhe se kuptoj pse po flet plako vetëm me thonjza. Ajo neveri që pam ishte në thonjza, risku i një konkurenti të nderuar si Gjesti, por fatura në thonjza e asaj që ju të gjithë keni investuar për të kaluar kohën. Shpulla në thonjza e parë mediatike shohin më të klikuar, nuk e di sa shpulla të tjera do të merrni nga verbëria në thonjza që ju keni investuar, që gjithçka është në kuadër të lojës në thonjza. Në thonjza, Pasha Zotin. Në thonjza. Ju lutem hiqni dorë nga mendimi që gjithçka është në thonjza zbavitje, çdo gjë është e vërtetë. Ndaj edhe atë ditë kur menduat që unë shkela në thonjza parimet, isha i vërtet. Por dhe kuptoni pas disa ditësh, patjetër kaluja 10 ditë deri në moment. Qartë. Nuk është fajtor asnjë aktor në thonjza, or miq. Është në thonjza regjizori. Në thonjza. I kësaj në thonjza shfaqjes. Çdo gjë në thonjza. Më falni për çdo thonjz thot pastaj. Më falni për çdo thonjz, por e kam shumë vështirë t'ju them vërtetën. E kam shumë vështirë të shkruaj pa thonjza. Në thonjza. Ke validë. Kam shumë vështirë të kuptoj si funksionon. Shkrimi akademik mungova. Nuk e di, ishte bukur. It's video. Po, i të menja. A një djalin që ke rritë, më. A një djathin që ke rritë. Djathin po që ishte... Nëse për këtë këngë këtë plaka të shkoj në gjyq. Po. U rikëthy dhe i herë plaka aty ku këtë përshtyu, po s'morja si që mrapsh. Po. U rikëthy për herë të dyta një dhe prap nuk dojë gjë. Edhe nuk hoqja zot sa thonjzat. Pa din në thonjza. Gjyqit në thonjza. Më ojë spirikus që për. Nëse, Olsi na ndjek plaka rregullisht edhe bëtë që është një djali mirë me zemër të bardhë, pavarësisht se gabimeve në gojës, e dim edhe ne javë në gojës ne jemi më shumë, apo jo? Po patjetër, ne themi shumë budalliqe se diskutohet ja kur kemi Olsin prapë për shkak të Dalina shumë. Po shumë pata një periudhë shumë të ngarkuar. Të merr. Kjo është fani, nuk është është. Edhe kjo është fani, mund të thosh se kjo është për qeshur, nuk e kuptoj se do të thosh fani, ky si jeton jashtë shtetit që i del fani. Çdo fjalë në anglisht i bien thonjzat, nuk i merr. Shumë vërtet. Që është shumë i ngarkuar kështu pa gjumë. U çosha flesha i orë u çosha. Pse ç'të ndodhte? Ç'a kishte? Kishin ra gjitha pa ta hapi restorant në Korçë, kishte një muaj që nuk po hecte mirë. Isha në një periudhë sa pa ta hap studion, ekonomikisht nuk isha aty ku duhet, edhe stres e kështu, e ke parasysh çunash. Ke dhur lekë dhe çunash, e ke parasysh që kështu ku janë, më po jep stres e çunash. E ke parasysh që thotë saj, sigurisht. Kjo do të di. Do gjithmonë të jesh një çun plago, edhe thua stres e çunash, më po. Ja si naço restorantit. Po mes të restoranti kishte i muj, kisha hap studion, lekë, këto si ishte më bedhe. Tatuazhi s'pon pëlqente. E kupton mish. Tatuazhin e kisha në mish. Ose ka vdes për të fjalën mish. Mish, po, tamam. Ishin do ditë më plago që nuk mish. Që si kisha një zonë, nëse si kisha pas syt, se kisha. Hudhe më po notësh. Në pa gjumësi e kështu. Po pse flet kështu herë ose më shpirt? Ne, ka sigurisht gjithmonë në rol. Po këtë nga përshkruaj apo është përshkruaj se duket. Nuk ka rëndësi nga është më burr. Po sikur e bën më të rënd Kastile, se përndryshe i paska Bolek edhe Ahmet Kalaj kësaj Venecia anyway. Ose pa besje është. Orë çosha 3-4 herë. Edhe në ora 5 hap telefon të në telefon. Hoxha, Ahmet Kalaja. Mesazh. Shkoj të ty në celular. 5 të mjesit. Allahu të ruajt vlla, je në duat e mia. Ai shkreti tamam, për mashallah. Unë të do më thënë, qa bo Hoxha se për qina në plago. Hoxha plago qohet 5 mjesit, bon dua anë vetë, bon namazin. Marketingu, qa bon të një plago, i qonë robëve këtë rastësisht, e kupton i vipi që i qonë. Se sa qonë neve, po i qonë këtyre që i kanë mbi 500.000 djegës.
Në lutjet e mia I thotë. Çfarë hoxha ndyrë që është. Edhe gjasë ti tani plako thu, sa I mirë hoxha. Edhe ti tani plako nëse ndodhi gjë e mirë aty jap thu, hoxha sa I mirë. Plus që I detyrohesh se duket sikur duhet ta kthesh borxhin në një farë mënyrë ti shkruash mbrapsht ta ndjekësh, e kupton? Ti bësh këto. Po, duhet I thosh për shembull, hoxha, po faleminderit më plako, faleminderit që jam lutjet tuaja të mira plako, je shumë. Po, edhe ky nesër. Edhe ndihesh më jashtëve po e komenton. Por pse nesër ky plako del hoxha në intervistë dhe thotë që unë flas me shumë nga këta të showbizit të estradës, e kupton? Është e njohur. Duket sikur I jep. Kam folë dhe unë me hoxha. Okay. Po, duket kështu sikur I jep gjithë. Kupton? Po bëj praktikët që bën hoxha apo vetë. Do filloj dhe unë je në lutjet e mia plako. Duat, mu duk si jenë duart e mia. Edhe pak isha I stresuar, edhe pak tash I ka dalë në jondër, edhe ai lutet e ka pa. O, që thash, po qa fol, po desha me thonë, po foli me mëlla, mos na mori të shimër, dalë edhe pak ditë më burë. Hoxha thotë se mos na mori, kështë e vizet të vdisën. Kështë e vizet të jese. Shumë për qeshë. Restorantin në Korçë. Po nëse nga I moment restoranti filloi plagët e hecse. Kakalecat zgari ishin nga ato që kërkonin më shumë turistët. Ishin kakalecat nga porti Durrës, Vlorë, Shëngjin, nuk ka rëndësi, vetëm shkonin direkt për te restoranti I tij sepse vetëm Maron. Nëse do nuk ishte shumë për qeshur, po unë jam në humor sot. Kakalecat e pyeti kamerien Maroni tha. Nuk e dim kush ka përveç kalecit flako kanë gjithë. Ka kalecit, po ka dhe gomari, ka dhe edhe paska. Ka e lindur. Për zotin e madh, Amedi mund dalë edhe të thotë që është e vërtetë. Del Amedi, po është. Del Amedi thotë, po unë lutem vazhdimisht për gjithë showbizin. Po për Hoxhbeliku lutem vazhdimisht sepse ishte nda edhe e ndjeva që kishte një problem me restorantin besoj apo edhe para të studion që se mohabet çuna si se. Po vetë çuna që jemi më. Po ma. E më në çunat më, a diti më. Okej. O si. Për zotin. Do të më jenë duat e mia. I them dikujt që kisha afër, I them, "Pash zotin më burr." Ky tani tha unë u çova 5 mjesë turnet celular tha se isha I stresuar. Tani thot I them dikujt që kisha afër. Po ky shkon zakonisht shkon me shumë veta. Te flet te shtëpia tjetër. Jo, e gjeti vetëm për shembull Meglin, nga po se me zonjën Tako. Them dikujt që kisha afër. Egli kisha afër në atë moment? Jo, s'kisha Egli, kisha. Jo. Kisha në një pjesë tjetër, jo, pjesë tjetër zotëllë. Kisha braziliane. Po, ja, këto rajna të shumë. Bëzët na. Po me babain nga Afrika e Jugut, bard, kështu holandez. Bëzët na, I rini lartë. Nëse. Po, me roshë edhe si e bard, jo vetëm me zezë, e kupton? Koti bëni mik të gjithë me vesh çikineze se kishte. Po, edhe çikineze. Edhe ne jep la tallash edhe ajo që gjithmonë thoshte nduket si bardizione. Nëse se kuptoi Dalina. Si bardizione. O bardizano. O bardiziano. Porta mi via. Okej. Si qa thotë më la, ka jenë durët e mia, ika, valla, ika, më jenë duat e mia, valla hoxhe, gjithashtu dhe ti. Duat që kërë është? Jenë lutjet e mia, në logjik, më kupton, a ishte duke falë si duket atë të mëgjesit, edhe tha, Allahu të rujt, si duket I shkruan disa figurave, miqve, shokve. Pse në orën 5 të mëgjesit? I shkruan disa figura. Pëlqeu Dalina ti plagë se nuk e dinte fare termin, nuk ishte turp thotë çfarë do të thotë, kupton? Si Alkeda Visiu, rangu më I lartë. Se 5 mjesë thot Dalina, nuk e di Dalina që 5 mjesë ata lutem. Po se di e burr, po ne marr ashtu se di. Jo s'ka faj Dalina, jo. Dalina Biles do thot tani një gjë, do thot mua pëlqen Ahmet Kalaja dhe ndonjëherë thotë kam bosh herë, por nuk e kupton që kur bëhemi musliman dhe Dalina do dëgohet 5 mjesë për të falë. Po, ajo tash kur no. Çfarë ndodhe? Domethënë është falja, më duhet të jetë falja në një orar, duhet të jetë falja. Është falja dhe çon mesazhe? Po hoxha. Po. E çon mesazhe hoxha. Është falja që çon mesazhe. Por se duket sigur. Ha? Apo edhe s'ka lidhje, ne s'njehim. Apo pse të shkruan ty apo nuk ka lidhje, ai është lidhur me gruan e vet, unë jam lidhur me Egi. Tash duhet me merr një herë pa nuk ta pyesim mirë. Unë më pëlqen po çogë punë. Më pëlqen shumë Ahmet Kalaja, në fakt edhe djeg edhe ka publikuar disa herë se pëlqen. Domethënë reagimet e tij janë fantastike, ai është për te të qenit hoxhësh dhe është shumë për të qeshur plako se si reagimet e tij janë fantastike dhe për të qeshur, ndërkohë që ne kemi bërë afërsisht 300 podcaste, nga këto 300 podcaste të paktën sa kemi qeshur. Hoxhës janë pothuajse çdo podcast. Sa kemi qeshur. Vjen 900 podcaste ku ne kemi domethënë analizuar, qeshur dhe
ndonjëherë me ironi me gjëra që do Hoxha dhe kur vjen puna, Dalina si duken gjëra normale, dhe shumë Dalina është normale, është përqeshur, po është karizmatik, po shi sa sniki është Hoxha. Është sniki është. Dalina bëu gati se mund të jesh ke lutjet e Hoxhës nesër. Po, imagjino, unë merr shtëpi më men kur ti shkoj Dalina se janë dalë nga burri. Se Dalina po plagon tani ti shkosh Hoxhës se ti thua që jenë në duat e mia sot. Po ne jena gjë në lutje. S'disha që për zotin ju keni qenë. Po ku e di ti se di ne ekzistoshim. Po keni qenë për zotin, ke lutjet e mia keni qenë. Po, mund të thuash. Paktën 2 të fundit. 2 të fundit, 3 të fundit. Kush i mamën, kush i numëron në fund ja. Lutjet. Stand-up comedian fantastik me reagimet dhe jam shumë kurioze pse dërgon mesazhe në 5 mëngjesit dhe çka kërkon mbrapsht. Amet Kalan po dua që çka kërkon mbrapsht Hoxha nuk e di. Edhe mua do të pëlqen të plako ta godisi çik Hoxhën se Olsi në një farë mënyrë nxorri çik zbulut. Ti e di shumë mirë që Hoxha nuk del kurrë zbulut, pavarësisht se poshtë mund të sepse duhet molose. Po, dalin Allahet drejt. Gjojë çik Hoxhën prap. Po mirë kur na ndodhin këqija nga Zoti, se Zoti, tha okay, kur na ndodhin të mira do falem. Po kur na ndodhin këqija, dëgjoj, nuk ka gjë që vjen prej Zotit që të jetë e keqe edhe pse ka dhimbje, edhe pse ka vështirësi, edhe pse ka lot. Edhe pse ka lot. Pra, nuk ka. Edhe nëse ka vështirësi, dhimbje dhe lot, nuk është e keqe kur vjen nga Zoti, nuk ka rëndësi se çfarë. Për shembull, ti ke kancer ti vlago. Po. Nuk është se ti je i mërzit, normalisht se ke 2 kalamoj dhe po i leje tim edhe po. Ajo vjen nga Zoti apo jo? Ha? Po pra vjen nga Zoti, është sigurisht vjen nga Zoti se kjo thot vet, po puna është nuk është e keqe, domosë se shih si gjë. Është i bekuar. Ora qeshë, po shijoj jetën. Ka të palidhe, po plak do të vdes. Nuk e kuptoj nocionin Lucifer, pse duhet më i dhon me ndihmu njerëzit në nevojë kur realisht ajo është ajo që Zoti do në farë mirë, po ta mendosh apo jo. A ti tani sikur del kundra Zotit, prit i nxjerrur nga varfëria. Çfarë nxjerrësh ti për sigurt do kancer. Po. Çfarë thonë le? Po shef fundet tuaj tani, Tani po shef shpintate, po qani, Pa pritur je ditën në spital. Pritur nuk del dot, s'ke kohë për ti ushqyer frekante vegjël. Legini vogël. Bab, doppio kancer, triplo kancer, qifsha rob. Zoti vdiqe. Po, dëshë me dhona aty në ti mirë, po tani që je vetë se u me shpinë? Bab, ishte doktori plako duke i dhënë opiatet që ky mos ndjente dhimbje. Çfarë theti doktor? Një sekond. Po ti doktor, po je pjesë me ti. Po ti si karderi i spitalit, i qiva rrot, do dalë kundra vullnetit të Zotit. Hajde një sekond, hajde. Bab, po tani që të mpi dora, që gjatë operacionit dhe pjellë rapsh. Po, u rëzove si dhe kyqin, do të me lonë operacionit për gjysë se të ka bë aksident gruja, apo qa? Kirurgu pa dorë? Kirurgu pa dorë? Kirurgu karit? Po, i e bjës qirë. I e qip sharo. I e lagarash. I me do Allah, i e qip shato ropë. Të qi ropë të re? Kirurgu karit. Po dago të në lirë pa dorë, pa punë, pa gjitha. Siguracioni nuk të përfshinë, që di. Se kur thash rrët... Se kishe firmosur. Se kishe firmosur atë. Pa dorë si firmosur. S'ke si firmosur pa dorë. Ire, pjosë qirë. Si ka mundësi, sepse Zoti i madh, nëse na hedh diçka na hedh për 2 gjëra. Për të na provuar neve, do ta prishim në zemrën me Zotin. Dhe e dyta, në jetë vetëm çështë do kishte vetëm mirësi, e kupton, nuk do kishte këto smundje. Njerëzit më vërtet do besonin edhe në Zot. Do shihnin për shembull smundje ke kafshët. E thosh se fatlum që jemi ne njerëzit të plak, më vërtet duket sikur diçka po na mbron. Po jo kështu. Jo, po e vërteta kjo është, për shembull, nëse ti nuk do besoje në Zot, edhe papritur ke smundje, nuk të shkon jeta mirë, do thoshe, mos ka diçka, do lutesh, edhe kur do pastaj do fillon të ndryshon jeta jote, do thoshe, ore diçka ka që çfarë, sa ai nuk i largojmë Zotit që po më shkon jeta keq, kurse këto ta bëjnë me një import. Ai thotë ti plaku shkon në xhami, i jep i bën gjitha gjërat siç duhet. E kur vjen Zoti ta provojmë këtë, ta sprovojmë këtë. Shohim a do prish zemra. Po shikoj mirë atë prish. A mund të thonë fjalë keq, domethënë tipit, po pse më Zot ma bënë këtë, nuk e duroj dot atë. Po. Nuk e duroj dot. Për shembull, vetë ai ti tani çfarë do bësh si do të provosh atë? I jep ti fëmijës atit plako kancer terminal, stadi 4. Stadi 4 Bernabeu. Stadi 4, stadi Francë, që thon shumë bukur. Nuk e prish zemrën, e thotë se kuptoj pse qan gjithë ditën.
Duket Po pra, se prishi zemrën, se po prishi megjithëse zemrën. prishi zemrën, pra, ti japim një gjë do tjetër. t'i jap Të provojmë dhe i çiki se kam. Boj që dhe gruaja vet për shembull të filloj një po paralizë të fillojnë të cerebrale. ndana, por kjo do filloj çifti që të ketë ato krisit e veta se humbën një fëmijë. Po, se po, tamam, shumë vërtet. Do të fillojnë ato probleme që ça më duhet mua kjo jetë. Po, le punën ai plagë se normalisht iku shtëpia, ngelën jashtë. Po, lek s'kanë më plagë gjithë kursimet që po shkoshin perfekt për blej shtëpi më të madhe. Do të shpërblej një ditë. Ka, jo zoti harro var. Po. Një ditë do shpërblej, më je viz një menjën. Gjë. Këto të kësia që na ndodhin e hedh për të mirën tonë, se Zoti i hedh njerëz ai sa Patjetër për të mirën tonë dhe Zoti thotë ky i hedh njerëz ai sa majn. Se shpo populli dhe si që thot Kurani faktikisht, por edhe nëse jetë Pra Zoti të hedh ai sa majn, pra nëse ti plago je me kancer, gruaja të lën se të tradhton për shembull, pastaj të vdes fëmia, pastaj nona baba me aksident si ai. Nuk se dalin hapin krah. I vreti me aksident ata thonë që të ngele ty si traumë. Gjitha këto plagë mbledhen, po gjitha këto janë sepse ti vetëm i man. Se nuk ja bën dot ai për shembull dikujt tjetër si man. Nuk e di pse duket edhe brutal një herë që duhet të them faleminderit. Për shembull ndodhi katastrofë, prap duhet të them faleminderit. Që jam unë gjallë, që vdiqën 1000 veta. Po patjetër. Se çka kujtove. Nesër. Rasti vogël. Dashkë ti me. Po bësh çfarë theti se, jo, faleminderit. Ashtu. Çfarë nuk të faleminderit? mirën e tij. Pra, në fund fare do të përkthehet në të mirën e njeriut. Në një rast pejgamberi alayhis salam tha, çfarëdo që ti ndodhi, besimtarët është në favorin e tij. Për të mirat është falëndërues, dhe kjo është në favor të tij, për të këqijat që i ndodhin është durimtar. Pra e pret të keqen me durim, me vetë përmbajtje. Ke varë që i shpikin këto fjalë i kanë fusin një ntar në fund. Mërgjimtari, durimtari, kalimtari, iglitari. Nice, iglitari. Jo me rebelim apo ankimim apo të folurën keq. Ankimim. Janë keq. Ankimim. Jo me rebelim, asocim, stabilizim. Imimim. Apo reagimin e keq. Dhe kjo i kthehet atij në shpërblim dhe në sevap. Pra, për shembull ndodhi fatkeqësi, ndodhi vdekje, ndodhi smundje, ndodhi problem, dështim, le të themi në shkollë apo në biznes apo diçka. Faktikisht Zoti me këtë gjë neve po na pastron. Pra është në të mirën tonë. Prap ne duhet të kthejmë Zotit me të mirë. Si? Duhet të përmbahemi, nuk duhet mallkojmë, nuk duhet ankohemi te krijesat, po duhet ta kthejmë le të themi këtë moment vështirësie në një moment mësimi për të parë ku ka qenë gabimi. Pse Zoti ku ka qenë gabimi? Ku ka qenë gabimi? Sigur kam një dorë, në një dorë unë të kam bërë gabim. Po dëgjon. Ku ka qenë gabimi? Nuk e di, kur thot ku kam qenë gabimi, çka gabimi? Se din peshore pasi ti vesh gjithë jetën e kriminalit njeriu të mirë që ikën i mirë, kriminali jeton deri 100 vjeç, ai ta gjesh gabimin aty. Se gjendë. Nëse kam dhe kisha një video tjetër, por nuk do bëjmë të videon. Nëse interesante plago. Ajo që duhet flisja për sot plago, me thonë drejtën, që më ka munduar i çik, është sepse për shembull shqiptarët plago kanë tendencë pas asaj që ndodhi në Big Brother, ti bëjnë gjitha gjërat çështje kombëtare, ke vënë? Çështje kombëtare siç ngrihen çmimet për shembull të ushqimeve në supermarket ose natës, e të vdesin me çështje kombëtare të gjitha kur çohen në masë. Atë kanë. Nuk e di domethënë, para ca ditësh pash të njëjtën ditë kur Jozi goditi gjestin që bëj shumë gabim normalisht sepse ne jemi kundra dhunës. Jo rrem. Ishte një moment shumë i shpirtë në televizionin shqiptar. Mi shikoj. Por në atë moment plago kur gjithë filluan duke reaguar gjithë plago, Nika Lubonja, celebrity plago pa e majt gojen dhe pa folë që çfarë ndodh. Ndërkohë që në Berat 2 fëmijë del një video plago që 2 fëmijë marrin një qen, e udhin në lum, nuk ngor qeni, e marrin për jashtë plago, i presin barkun, plago i çajin barkun zgjen zorrot, e bëjnë kokorec. Dhe asnjë nuk flet plago që këto janë shenjat e para të psikopatisë. Unë nuk jam psikolog, por me çka kam lexuar plago, shenjat e para që duhet shohësh ke fëmia jot, që nëse fëmia fillon të trajtoj kafshët shumë keq, këto janë shenja që duhet ta çosh ke një person profesionist që ta kontrollojë herë se kur ai fillon abuzon me kafshët. Po Berat ka keqen. Nuk ka Berate, kupton. Po s'ka Berate, po do gjetore, a kupton. Se s'do rim gjithë kohën e tani të ruajmë qenë. Kishin bërë video qenë,
Video gjithçka bla, dhe operimi, gjithçdo gjë. Operacion. Mos kishin ai gur që qenin në veçka dhe këta po ndihmonin. Be ja hoqën gurin, po i hoqën dhe Po i hoqën dhe zotë. kokën. Okej. S'është ky rasti. Nëse është të mërshme plako se si fakti që ai çan një kafsh dhe është aty pastaj mëndërisht i lumtur se çfarë po bën. Mirë. Dhe shef se si ajo jep shpirt, domethënë. Atëherë, nuk do ishte më kuptim plotet, thoje, pse gjithë celebrity nuk reagojnë ndaj çdo situate për shembull. Njësoj. Domethënë nga kjo e vogël deri te e madhe, deri se dalin për çdo situatë flasin plako për ti dhe z. Po kur bëjmë pastaj këto selektime se ku duhet flasin dhe ku jo, s'më pëlqen. Për shembull, kur lidhen vetë me njollat si ishte politika ose rasti Erion Veliet, sa zgjedhin flasin sa jo. Nuk më pëlqen edhe nuk është se i ze vën fjala kur bëjnë këto zgjedhje. Ose kur po i bëjmë për vete. E kuptoj, po sido që tjetë nuk ka bythëri të ketë një emision të Grida Duma ku flasim për shpullën e Jozit dhe nuk flitet për një problem që realisht plako ndikon në të ardhmen e fëmijëve. Po, e vërtet. Ka një problem në mënyrën se si po rriten disa fëmijë dhe neve duhet t'i japim shembull se nuk është era para, mbamën që ka qenë një rast i atij tipit që në fshat që mori një spatë dhe çau kokën e qenit. Po, e vërtet. Edhe ajo ishte me kamera. Domethënë këto janë gjitha që janë filmuar dhe dalin dhe qarkullojnë. Po mendo sa të tjera ndodhin dhe nuk di. Të mendoj pra që siç ishte edhe ky rast tek Grida Duma, duhet flitet edhe për këtë rastin tjetër. Edhe për rastin tjetër, dhe gjitha këto çështje plako bëhen si gjëra për të diskutuar. Nëse ti zgjedh vetëm këtë tjozë, duket sikur ti e di sa çfarë ecën. Ti nuk e parë histerinë që ka ndodhur me atë që ka ndodhur me Gjestin, dhe njerëz që po flasin të ndryshëm kudo, emisione të bëra në Kosovë, duke diskutuar çështjen pse shqiptarët e Shqipërisë nuk na duan. Jo, më ne i duan. Ne bën çështje kombëtare. Po pra, është bëj çështje kombëtare plako, ku realisht aty thjesht ishte dy veta që qëllun plako që kërciti i shpull, që nuk duhet të ndodhte, s'diskutohet, por që ndodhi me të mirë apo në të keq. Ne nuk na përfaqëson Jozi, ata atje nuk i përfaqëson Gjesti. Ata që e kanë qef Gjezin e kuptoj që janë mërzit, ata që e kanë qef Jozin janë gëzuar shumë, Jozin ishin shtu, followers nga 56.000-80.000. Por si çdo që tjetë, çdo që të ndodhë plako nuk është ai Kosova, e kupton? Absolutisht, po. Kjo është ajo që duhet të thënë që në fillim edhe kur ndërhyu i madh i Lahir Vasile i tha se përfaqëson ti Kosovën, ndërkohë që përfaqëson asnjëja si gjë përveç se veten e vetë plak. Ato janë si janë aty, ato do marrin, do njollosin si vinë siç e bëri Jozi për shembull. Dhuna është dhunë, duhet flitet plako zakonisht, edhe unë them që edhe për këtë duhet të flitet sepse është emision që e shohin shumë adoleshent. Megjithatë tani të marrin për bazë të fortin e Big Brotherit, si shembull. Ti ke parë si më the vet, idolli i tyre ka mbajë vetë vegjël të një emisioni ishte Dionis Biba. Po. Tani Luiz Eli. Luiz Eli plako nuk është ai lloj niveli, plako, thon themi drejt. Për zgjedhjet që i bëjnë këtyre thonë kajt më hapit, po ne se do të flasim ditë tjetër për këtë. Po, por sido që tjetë të kthehem vetëm të tregoj vetëm një video të fundit të madhit Ronaldo Sharka. Çfarë thotë? Dy gjëra shumë të shkurtra për Visianin, nëse Egli nuk do ishte posesiv dhe do të ishte dashura perfekte, sot do të ishte me Olsen dhe jo në Big Brother si vajza që Ti je kjo analizë si analistit madh. Ky analisti plako është Ronaldo Sharka që tha nëse Egli do ishte dashur perfekte do ishte akoma me Olsen Viliu. Ti si mendon? Sikur ne kemi metatona, gjithë kemi metatona, nuk shkojmë në një lidhje, nuk më justifikoj Eglin se Egli është posesiv, po duket sikur vetëm kjo ka qenë arsye. Në kohë që ajo mund të ketë një çarse kari, mund mos di të shkojë mirë në krevat. Ajo mund të jetë edhe xheloze. Më shumë se ç'duhet, apo nuk është tipi. Ja, gjitha i ka atë se ka. Ja, posesive sërs. Nëse na duhet të ikim. Ikim, sepse vajti ora. Ronaldo. Por mos harroni që ja rekomandoj Lucifer se sa shumë kena pas fol dikur, mamen. Kishim podcast 2 orë. Po tani ishte edhe ideja që që si bëjmë podcast nga 4 orë ndaj me pjesë, pjesa parë, pjesa dytë. Me një që kare ke qenë, se sa e pjek tani. Ti mendim shumë varikarin, edhe fitove. Po tani e pjek, edhe jo. Po. Hajde, ju puthim shumë. Hajde, ciao, edhe ju duam shumë gjithve juve në Kosovë. Po plako, e ke thënë tyre që unë në Kosovë, po si ke thënë? Sa pastaj dëgjoj mesazhe. Po, Luçi me ton drejtën. Okej, s'ka nevojë ta zgjasësh shumë, po ka Gjakova i qivero. S'ka nevojë të shpinë. Luçi është njëjtë me fshatin e Gjestit, ajo në
fitan. Në fidan të normal. Të pes. Në peç. Në peç. Ikima. Ju duam shumë edhe mos harroni ta mbështetni në Patreon sepse parat shkojnë për fëmijët afrikanë që të kenë prezervativa. Ciao.